Përshëndetje vëllezër e motra. Pse nuk duhet të bëheni marak në qoftë se ju ka vanu landa pro në Gjermani për leje qëndrim të përhershëm 4-5 muaj dhe ende s'keni marrë përgjigje, çka duhet të dini? Duhet t'ja tregoj vëllezër e motra si shkon procesi aty brenda, duke marrë parasysh që edhe unë për një 8 vite me radhë kam qenë aty brenda dhe kam qenë zahbarbajta barabartë si kur një Gjerman. Pra, kur aplikoni ju për leje qëndrim të përhershëm, e merr zahbarbajta, pra ai personi që është përgjegjës për juve landën e verifikon integrimin, e verifikon njohuritë e gjuhës, a i keni plotsu kushtin e benishit, e verifikon të ardhurat e juaja. Çka ndodh? Masi që ta kryen krejt dhe ati personi që e ka landën e juaj i duket gjithçka në rregull, është i obliguar një farforme edhe patjetër duhet t'ia jep pra një kolegu ose një organi më lart se vet që ta bëj një Gegenprüfung quhet. Edhe një verifikim shtesë pra, që e verifikon një farforme edhe personin që e ka punu landën tonë edhe verifikon edhe një herë letrat e tua se a janë në rregull. Kjo normalisht është një farlloj formaliteti, por prap se prap ai personi tret që e kqyr brenda aty, pra ai e jep fjalën përfundimtare. Në momentin që ta konfirmon edhe ai, juve ju vjen, pra nuk ka rrezik pra pse pritni 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Pra se don një verifikim pak më gjatë se nuk ka të bëjë me një leje qëndrim të zakonshëm që lëshohet për 2, 3, 4 vjet, pra po ka të bëjë pra me një leje qëndrim të përhershëm që quhet Niederlassung Erlaubnis. Unë ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.